Edhe pse bizneset e vogla kanë një avantazh të madh ndaj korporatave, ato prap kanë vështirësi të kenë shitje online. Ky avantazh qëndron në faktin se këto biznese janë më njerëzore dhe më të besueshme, por nuk din ta shprehin këtë gjë online. Ja 3 nga sugjerimet e mia lidhur me këtë problem. Tregoj historinë e biznesit dhe fytyrat mas tij, duke treguar gjithashtu procesin e punës së biznesit dhe vlerat që ai ofron. Postimet e biznesit duhet të jenë të thjeshta, të sinqerta dhe të tregojnë se pse klientët ekzistues vazhdojnë akoma të zgjedhin biznesin tënd. Dhe nëpërmjet platformës Panairi Online, ke mjete të thjeshta për të menaxhuar produktet e biznesit, si dhe një strategji mujore të qartë dhe gati për publikim. Nëpërmjet këtyre mjeteve, biznesi yt mund të duket më i besueshëm dhe më profesional, dhe të gjendet më kollaj nga klientët e rinj online. Komento 30 që të marrësh një strategji mujore të gatshme për 30 ditët në vazhdim, që mund ta publikosh direkt.